Çantat e shkollës së fëmijëve shkaktojnë skoliozë? Nuk ka asnjë studim real që çanta të shkaktojë skoliozë. 80% e rasteve është idiopatike pa një shkak real. Çantat shkaktojnë asimetri trupore nëse mbahen në mënyrën jo korrekte të dur, shkaktojnë ngarkesë dhe lodhje apo tension muskular nëse kalojnë 10 apo 15% të peshës trupore të fëmijës, dhe nëse kjo gjë nuk trajtohet në kohën e dur, mund të përkthehet pra një posturë e krijuar si pasojë një rëndese të gabuar, mund të shkaktojë një kifoz apo një skolioz, dhe kjo gjë nëse nuk trajtohet për një periudhë të gjatë, mund të jetë definitive, duke shkaktuar nga një posturë dhe një problem muskular, mund të trajtohet si një deformim skeletor. Nëse kjo gjë nuk trajtohet në kohë. Pra, a shkaktojnë çantat skolioz? Jo, nuk shkaktojnë skolioz, shkaktojnë postura skoliotike, postura kifotike dhe tensione muskulare, por duhen trajtuar në kohë. E qartë.